Pemt do t'i mbjellim kudo që është e mundun. Ka hapësira të gjelbërta që kanë hapësirë për të mbjellë pemt në lagjet si Ulpiana, Dardania, te konviktet. Ato konviktet du të hiqen rrethojat edhe të hapet hapësira publike aty dhe të mbjellen më shumë pemë, në kampus universitar, por jo vetëm në përboret shkollave, në për trotuare, se ideja e mbjelljes së pemëve është që të krijohet shumë hije gjatë verës, është vetmja mënyrë që t'i ulin pak temperaturat, ndihmojnë në pastrimin e ajrit edhe japin shans Prishtinës që të jetë një qytet pak më i shëndetshëm. Kjo bëhet e para duke fuqizuar kompaninë e gjelbërt, pra komuna i ka të gjitha ndërmarrjet publike që i nevojiten për t'i kryer shërbimet që ka nevojë qyteti, por kompania e gjelbërt dhe ndërmarrjet e tjera publike janë lënë pak masdore, sidomos nga qeverisja e fundit, e cila i ka hequr buxhetin në shumë raste. Ka qenë një tip, i kam përshtypjen që është pak edhe ideologjike, fryma me cilën është qeverisë vitet e fundit e ka marrë shërbimin kryesisht prej privatit, edhe nuk e ka zhvilluar kompanitë ndërmarrjet publike që i kryejnë fund. Ne mendojmë që është e thelbësore që të punësohen shumë kopshtar, ata të jenë të dedikuar për lagje, që kur të mbillen pemë, pastaj të merren edhe me mirëmbajtjen edhe me mbikëqyrjen e tyre. Ujitja është thelbësore, gjithashtu. Janë diku 50 puse në Prishtinë të hapura, po jo të gjitha funksionale, ato duhet të funksionalizohen, duhet të hapen edhe 50 tjera, edhe me sa marrën vesh duke folë me ekspert, thanë që Prishtina ka ujë, vetëm se duhet të shpohet shumë e thellë. Pra është çështje e një kampanje ku shpohen shumë puse, krijohet sistem pik-pik kudo që është e mundur, aty ku nuk është e mundur, kompania gjelbërt pajiset me cisterna për të shku t'i ujit pemët që mbillen, edhe pemë do të jenë të madhësive të ndryshme, pra dikun ku ka nevojë për hije të shpejt, mbillen pemë që e kanë trungun më të gjerë dhe rriten më shpejt dhe krijojnë hijen më shpejt, edhe aty ku kemi kohë të presim sepse vendi është gjysmë i pyllëzuar, mbillen pemë që janë më të reja ndoshta, po nëse nuk i rrihet gati 6 muajt e parë ose vitin e parë, edhe do të kalon një cikël i të gjitha stinëve, pemët edhe mund të dështojnë pasi që të mbillen. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe mbikëqyrja dhe mirëmbajtja e vazhdueshme. Po është hap i domosdoshëm, krejtësisht i bëshëm, që Prishtina të frymojë pak më lehtë.